shumë mirë se si... Është inteligjent, por është edhe shumë i ndjeshëm. Dhe personazhi që ai ka zgjedhur që të shfaqë këtu, që është prap një personazh, nuk është Kristi, është një personazh shumë i ftohtë, shumë i kalkuluar dhe shumë ai mundohet që të marrë meritat që është strategjist etj etj, që mund të jetë deri diku, po nuk e di, domethënë çfarë strategjie kur i ke të kopjuara. Merr meritet edhe një strategjie që s'ishte strategjia e tij, dhe erdhi më tha mu ti ma prishë skemën. Angelo tha se s'ishte strategjia e tij, dhe kur e pyeta në mëngjes, e thash pse gënjen, ngeli. E tha kush tha ty, dhe i kishte Angelo nga mbrapa, dhe ngeli prap. Sepse po gënjente. Tani, ti je shumë inteligjent, por je shumë i ftohtë dhe shumë i kalkuluar dhe bën një përllogaritje shumë të thjeshtë, domethënë je si pak robotik. Dhe nuk përcjell, unë nuk e di, ai ndoshta domethënë përcjell emocionin që i acaron nervat senos tjetrit, por nuk mund të acarosh nervat gjithkujt. Dhe prandaj aty i has sharra ngosht për shembull në rastin tim, sepse unë nuk para acarohem, do të acarohem fare. Unë edhe atë gjën që bëra me të, ai e di shumë mirë, që ai put në show me dikë që putë në show, si më thënë, unë bëj një spektakël me dikë që po bën spektakël. Ti po më jep të personazhin dhe unë po t'jap këtë personazhin, nëse ti dëshiron. Derisa më tha ti je si unë. Unë nuk jam si ty, unë po bëj si ty, sepse ti e meriton. Do hypi tash majt minares, si hypi, që të testoj edhe unë si puna jote, Kristin brenda meje. Tani, ai bën një personazh, dhe unë e di që është shumë i ndjeshëm. Dhe nuk e di se kur do ta shfaqë këtë anën tjetër, se deri tani ka shfaqur vetëm një personazh falso. Kartën e viktimizimit me Kesin, po ashtu dhe i bullizon dhe të çon deri në ekstrem, siç po thoshte edhe ty që unë do të t'i çoj, pastaj se u hodh dhe ti je shfajot. Që mua nuk më duket shumë... është normale për spektakël, por askush nuk do donte që ta kishte. Më kupton, pavarësisht se ai ka dhe i preferuar. Unë bia prej Kristit. Është shumë i parashikueshëm, e di gjatë çfarë përgjigje. Por shumica për shembull ti ke Erikun, që bie pra. Sepse është Iliri ka rënë pre deri në momentin që nuk ka rënë më, sepse kam thënë mos bjer. Dhe prandaj thotë ti ma prishë skemën, sepse pse unë e di që ka pas gishtë dhe Kristi. Tek ajo video që kam dalur me Ilirin, unë i kam thënë për punën e Eugenit. Dhe më thot Iliri